Deri në shkallë do të shkojë, jo pjesa e varfërisë, pra kriza. Ajo ka për të shku, edhe këto ekonomologët e mëdhenj të Amerikës thonë që tani në këtë vit, 2026, do kemi një krak të papar ndonjëherë në histori ekonomik. Do zhvlerësohet paraja. Edhe kishim bërë këtë parashikim, se kështu parashikim thonë dhe ata, që do ndodhi këtë vit. Aty sa po e mora vesh të si lajm, aty direkt e përktheva, do me thënë që tani jemi të ajo fazë që do vi ajo uria. Do vi një uri legjendare fare. Që ajo uria e pak mbas luftës dytë botërore ishte kështu, ishte thjesht për të argëtuar, për shplarje. Kurse kjo këtu do jetë se shpar ndonjëherë. Kjo që do vi tani. Edhe po e përgatisin këta. Dhe më keq kjo. Po që do jetë për shkak të kësaj që po ndodh tani apo do e përdorin sikur është për shkak të kësaj. Po do ndodhi tani artificiale. E kuptoj se që do ndodhi për shkak të kësaj. Ose do e përdorin to për shkak të kësaj, domethënë si justifikim. Do e përaqesim. Por do të ndodh tani për kësaj domethënë. Ky është momenti. Po ky është momenti. Po. Tani ata e kanë vendosur që do ta çojnë deri në fund kësaj radhe. Nuk ishte si era kaluame. Ajo është kështu, se i kapi paniku disa atëre, ata që e dinin. U bë goditja centralit. Nuk ishte ajo goditja. Goditja do bëhet tani. Do bëhet këtë vit. Ky ritmi i kësaj jetës që neve ne jepim sot, kjo e përditshme, kjo quhe monotoni, quhe program, do fshihen gjitha. Do fshihet. Duke filluar nga celulari, nga elektriciteti, nga fabrikat, ku dëgjona makinat zopërdore elektrike, këto gjona, çfarë makinë elektrike që kanë dalë këto gjona. Fare do azhësohet, do kthehet bota në me karrocë. Me qerrë. Kohën e mesjetës, kohën e Skënderbeut, para kur ishte 1500-ën. Do kthehet botën në kohën e vitit 1500. Çfarë thuar? Po. Do na kthejmë mbrapa, do shkojmë aty. Ja do qetësohen atë gjithë pastaj. Edhe pastaj s'do ketë më stres, si sot. Edhe s'do ketë më urrejtje, do duhen njerëzit në atë periudhë pastaj. Ata që më mirë. Do duhen shumë bile se do na kapin e kjo kohë Alex. Se diskutoj fare që na kapi. Është tani shpejt. Po. Se vën dyshim fare këtë pjesë. Po çfarë bën këtu ne tikim, ta mbyllim të emision. Po ti e ke shtëpi në fshat atje për shembull. Ja hodhe, po e ke tok, mbjelli diçka, e ke pus me ujë atje. Se kjo është ajo thirrje që kanë bërë disa herë. I cop tok, një sipërfaqe toke, mbilleni. Në i kafshë, në i dele, në i pul, në i vez. Se do kaloj kjo se asgjë nuk zgjat për gjithmonë. Po do jetë fazë shumë e vështirë, edhe po pate mundësi vetë menaxhimi, lavdi Zotit. Po se pate, qytetet do bëhen shumë keq herë. Sidomos kryeqyteti, qytetet e mëdha, keq fare të bëhet. Pallatet kanë për të kthyer varreza njerëzish. Aty kanë për të ngordh nga uria. Ose nga smundjet, se s'do kena dhe ujë. Kena për të vdekur nga uria dhe nga smundjet. Se s'po them edhe nga ajo fakti që do i bim njëri tjetrit. Se ti do të dalësh kërkosh për ushqim apo. Siç qarkulloshin dikur në 97-ën atje me pushka dhe me kallashe dhe me gjona grupe, identike njëjta gjë do bëhet prapë. Po do jenë më të egër, se atëherë kishin çat hanin. Kësa radhe do kenë dhe urinë që do ja shtoj atë egërsinë. Situatë e frikshme, për ne po them. Kur ulem në erë që e mendoj me qetësi dhe them me vetë pupu çka kena për të kaluar dhe sa kemi iden fare. Fare.